Po, sot ishte një aksion simbolik i një të ashtu quajturës parti, pasi që e cila nuk ka mujt me i siguru as numrin minimal të kandidatëve për listën e saj zgjedhuar, domethënë garojnë me 6 deputet, e kjo flet shumë për relevancën e tyne, ashtu siç po e shihni edhe ju në vazhdimsi, ata në vend që të merren me të keqen e këtij vendi, në vend që të merren me pushtetin, ata i ka pagu pikrisht pushteti për me u marrë me lidhjen demokratike të Kosovës, për arsye që lëvizjes dhe vendosje është duke i pengu jashtëzakonisht shumë rritja e lidhjes demokratike të Kosovës, e ata po i përdorin të gjitha mjetet, të gjitha format, të gjitha mënyrat për me e sulmu lidhjen demokratike të Kosovës, e njëna prej mjeteve të tyre, fatkeqësisht tretësore, është edhe PSD-ja, e cila është shëndru në vegël të Albin Kurtit, është shëndru në vegël të lëvizjes vetëvendosje. Askund në botë nuk ka ndonjë shembull që një parti opozitare, në vend që të merret me pushtetin, merret me partinë tjetër opozitare. Çdo ditë ne jemi duke u përballur me një propagandë nga këta proksi të lëvizjes vetëvendosje, duke sulmu lidhjen demokratike të Kosovës në të gjitha mënyrat, duke përdor sulme kibernetike, e duke përdor propagandë, AI e të gjitha mjetet tjera, me të vetmin qëllim që me sulmu lidhjen demokratike të Kosovës, për arsye që ju atyne, po shefit të tyne, po ju pengon lidhja demokratike të Kosovës. Para se me bo aksion ata, para lidhjes demokratike të Kosovës, është mirë ata me na tregu kush e ka sulmu me i bon nder Kosovës, nëse ata po thojnë që opozitën e kemi për një me, e ju për interesat shtetit, nëse për një me ja dojnë të mirën shtetit, e punojnë për interesin e shtetit, është mirë atëherë me dole me na tregu kush e ka gju me zull kuvendin e Kosovës. Nashti e morën Albinin edhe shkon që aty ku ish dosh me qenë nëse tregojnë që ai është përgjegjësi. Po tutna që edhe këta shkojnë bashkë me të, kështu që ata kanë një mëri pyetjesh që do të më jep përgjigje para se me dal edhe me bo aksione për partitë e tjera opozitare. Në një do të më tregu kush e ka gjujt kuvendin e Republikës Kosovës me zull. Në dy do të më tregu për ato depot armatimit që i kanë pas, që u ka gjetë policia e Kosovës, prej kajt e kanë pas burimin. E nëse përgjigjen rreth këtyre pyetjeve, edhe vrasjes, vdekjes së mistershme të aktivistëve tyne Astrid Dehare, pastaj nëse përgjigjen për këto pyetje, se besoj që ata e dinë, janë të informuar rreth këtyre gjënave, atëherë mujnë me bo aksione edhe para partive të tjera politike. Nëse a dojnë mirën vendit, dilni edhe tregoni këto pyetje, jepni një përgjigje këtyre pyetjeve, dujani të mirën Kosovës, tregoni kush e ka gjujt me zull kuvendin, ka i keni marrë armatimin që u ka gjetë policia në ato depot e juja, pastaj mujna me bisedu për çështje të tjera.